Keke, masive që përmendëm që është edhe producent. Edhe producent edhe aktor. Cila është më vështirë? Unë e ma qef e baj aktorin, sepse e kom studiu edhe me ma qef producent kom karastis me ndohë për shkak se jetojna në Kosovë ku jetojna, nuk është që ne kemi 5 filma në vetë dhe kështu pastaj edhe televizionet tona nuk janë që fatkeqësisht të investu shumë në seriale, si që ka qenë përpara, se unë përpara kam marrë pjesë edhe në Kafene edhe në plot seriale që e në bo në Kosovë dhe atërë konë shumë okej. Nuk di që me thonë cilat më vështira, sepse me qenë aktor është përgatitja e rolit edhe varësisht se çfarë roli ki, është e vështirë, nuk është e lehtë. Sidomos në film, sepse nga njëherë filmi nuk gjirohet kronologjikisht, kështu që dush me ditë gjithmonë skenën që e ke gjiru në është ta gjirën të fundit, në ditën e parë edhe manenaj ti dush me marë komplet gjatë filmit me ndërtu rolin që me u përputh me skenën që e ke gjiru të parën. është bukur shumë punë. Ndërsa producent është shumë punë në Kosovë, sepse nasi që dim bugjetet nuk janë më të mirat të mundshme, edhe maneti dush me nga, me luj pare, me gjetë njerëz, shumë shpesh nga ka ndodhë që në për filma është dashur me marrë njerëz që na kanë bërë favore, se s'ka qenë krejt e mundur me i pagu njerëz për mundin edhe për punën që e bojnë, me pagu në mënyrë denjtë. Kështu që dyjat janë punë bukur të vështira. Kur ta me menja që ka mu regullu që kjo punë, do me thonë që mos me pas kësi probleme? Kur në Kosovë, politikanë tonë e kanë prioritet kulturën. Ashtë ta kalosht. Që gjasë për dejtë ashtë se kanë pas, fatkeqësisht, asë kërkush se kanë pas prioritet. Fatkeqësisht, edhe në për media, edhe në për gazetat, edhe për pare, kur kanë qenë gazetat e shtypra, nuk e kanë pas, do të me pas si vend prioritet kulturën, për me mujtë me qenë gjithë shka ma mirë, sepse kultura dhe sportin na vetë për shumë se që kanë mujtë me bo. Ne kur kemi qenë 2016 në Oscar, Kosova ka qenë Google Trend. Në shkurt natën e Oscarit ka qenë, sepse këtë njerës kanë tonë ku është Kosova. Ti vetë sa e përmenën në Amerikë është, nuk e di njerës as ku është, edhe gjithë ma bojnë, it's Russia, it's kështu, du shmi ja spjegu, do you know where is Italy, in front of Italy's Albania, and then Greece, kështu që... A përton, lodhë është t'ja spjegu. Po, kultura... A i ka flejt, atin t'ja lotë t'ja, here is Kosova. Që zemrim. Bravo, që ashtu është. Që që, po, është të vërtit, që se të na e marin prioritet, që se cilin njeri kulturën, sepse me kulturë dhe me sport na këna mërit me pas arritjet më të mdhaja, po flasë me muzik, me art, me filma, me filma këna marë Sundance-in, na si vjetë ishim me filmin që e këmë batë fundit si producent Shame and Money, të regjisorit Visar Morina, premierën botnore këna pas në Sundance, edhe këna marrë çmimin si filmi më i mirë i festivalit, që është një prej festivale më të mëdha në Amerikë. Bravo. I formuar prej Robert Redfordit tjerë. Hajve ka marrë ashtu plot çmime, si vjet Blerta Basholli është në Cannes e ka premierën e filmit. Do në të premten shkojmë në film shkurt studentave që është në Oberhausen, që është një prej festivaleve më të vjetra në Evropë për filma të shkurt, edhe i dytë në Evropë. Kështu që ka shumë kënamri. Mos të flasim me judon, me karaten, me boksin, futbolin, mos flasim që për pak nuk fatkeqësisht. Edhe balet, një salt baletit, Filharmonia ka me të kesh ku boj këta prova, Patrisi këta, era vlog vjera ty. Dhe me thonë, e kanë bo gëropën atje.